Unë e falenderoj Zotin sepse unë besoj që kjo është një nga përgjigjet e lutjes. Para disa kohësh, kur erdha me librin tim të parë, e dija që ndoshta jo shumë herë lexohet. Edhe kam thënë Zot, nëse libri nuk lexohet shumë në një masë të madhe, të lutem përdori jetën time që unë, dhe këtë po e them me shumë sinqeritet, përdori jetën time për brezin tim, apo dhe për brezat të tjerë që do të vinë, që unë të jem një arsye që dikush të takoj frymën e shenjtë, unë të jem një arsye që dikush të njohë Zotin. Kam thënë Zot, bëj që në programin tim, edhe pse do të jenë gra edhe vajza, bëj që dikush kur e shikon të thot ka diçka tek ajo vajzë, është diçka, është prezenca e Perëndis. Unë nuk dua që të jetë thjesht vetëm një e diele bukur, e diele këndshme që shikohet në televizion, por lutja e zemrës time është që të jetë një program kur thon aty është prezenca e Jezusit.